Përshëndetje të dashur shikues. Sot kemi një video ndryshe nga të tjerat. Do të flasim për aktorët e serialit Qyteti i Largët dhe rrugtimin e tyre në botën e aktrimit, nga rolet e tyre të para në seriale deri tek personazhet që po interpretojnë aktualisht. Si kanë evoluar, cilat role i kanë bërë të famshëm dhe sa kanë ndryshuar ndër vite. Qëndroni me mua deri në fund të videos për të zbuluar gjithçka. E nisim me aktoren e parë. Sinem Unsal është një nga aktoret turke më të dashura të viteve të fundit. Ajo filloi karrierën e saj me role më të vogla, por shumë shpejt arriti të tërheqë vëmendjen e publikut fal natyrshmërisë dhe emocioneve që përcjell në ekran. Roli i parë i rëndësishëm ishte tek seriali Çoban Yaldizi në vitin 2017, ku luajti Günesh, një personazh i ndjeshëm dhe emocional. Kurse rritje në famë e pati nga seriali Bardhezi, roli Gülsüm e bëri atë më të njohur për publikun dhe i hapi rrugën roleve më të mëdha. Dhe shpesh merr role kryesore. Aktualisht, ajo është parë në role kryesore në seriale dramatike, ku luan zakonisht personazhe femra të forta, emocionale dhe me histori të thella. Dhe shpesh merr role kryesore. Aktualisht, ajo është parë në role kryesore në seriale dramatike, ku luan zakonisht personazhe femra të forta, emocionale dhe me histori të thella. Aktori Ozan Akbaba e ka nisur rrugtimin e tij në botën e aktrimit me role më të vogla në seriale turke, ku fillimisht nuk ishte shumë i njohur për publikun e gjerë. Ai u shfaq në disa projekte televizive, duke ndërtuar gradualisht përvojën dhe stilin e tij si aktor. Ai u bë shumë i njohur në serialin Bota e Mafjes nuk sundohet, ku luajti rolin e Ilyas Çakërbejli. Ky personazh ishte shumë i fortë, karizmatik dhe u pëlqye shumë nga publiku. Pas këtij suksesi, ai filloi të marrë role më të mëdha dhe më të rëndësishme, kryesisht personazhe të fortë, dramatik dhe me ndikim. Aktualisht, aktori është pjesë e serialit Qyteti i Largët, ku luan një rol kryesor, rolin e Xhihanit. Në këtë serial ai vjen me një personazh të thellë dhe emocional, duke treguar një tjetër nivel të talentit të tij si aktor. Aktoria Gonca Çilasun është një aktore me shumë eksperiencë në kinematografin turke. Ajo ka nisur karrierën e saj në teatr dhe më pas ka kaluar në serialet televizive, duke marrë role dytësore, por shumë të rëndësishme për zhvillimin e historisë. Gjatë viteve, ajo është faqur në shumë seriale të njohura, ku shpesh ka interpretuar role si nen, grua e fortë apo personazhe me peshë emocionale. Ajo njihet për interpretimin natyral dhe shumë realist, që e bën të besueshme në çdo rol. Me kalimin e kohës, aktoria është kthyer në një nga aktoret më të respektuara për rolet karakteriale, edhe pse jo gjithmonë në role kryesore, prania e saj në ekran ka qenë gjithmonë shumë e fortë dhe me ndikim. Aktualisht ajo është pjesë e serialit Qyteti i Largët, ku luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e ngjarjeve. Personazhi i saj është zakonisht i lidhur me familjen, dramën dhe vendime të forta që ndikojnë tek personazhet e tjerë. Müfit Kayacan është një aktor shumë i njohur turk, i cili ka një karrierë të gjatë sidomos në teatr. Ai ka qenë një nga emrat më të respektuar në skenën teatrore, përpara se të bëhej i njohur edhe për publikun e gjerë në televizion. Ai ka marrë pjesë në shumë seriale dhe filma turq, ku shpesh ka interpretuar role autoritare si baballar, biznesmen apo figura me pushtet. Interpretimi i tij karakterizohet nga serioziteti dhe pesha emocionale që i jep çdo personazhi. Me eksperiencën e tij të gjatë, Müfit Kayacan është kthyer në një figurë shumë të rëndësishme në industrinë e aktrimit turk. Ai nuk ka nevojë për role kryesore për të rënë në sy, sepse çdo paraqitje e tij lë gjurmë tek publiku. Aktualisht, ai është pjesë e serialit Qyteti i Largët, ku luan një rol të rëndësishëm dhe me autoritet. Personazhi i tij zakonisht lidhet me vendime të forta, ndikim në familje dhe zhvillime kyçe në histori. Ferit Kaya është një aktor turk shumë i talentuar, i cili ka nisur karrierën e tij me role të vogla në seriale dhe filma, duke ndërtuar gradualisht emrin e tij në industrinë e aktrimit. Ai u bë shumë i njohur për publikun në rolin e tij në serialin Brenda i Çerde, ku interpretoi një personazh shumë të fortë dhe dramatik.
Ky rol i dha atij vëmendje të madhe dhe e vendosi mes aktorëve më të vlerësuar për role intensive. Ferit Kaja njihet për aftësinë e tij për të luajtur personazhe të errta, komplekse dhe shpesh negative. Ai sjell gjithmonë një energji të veçantë në ekran, duke e bërë çdo rol të paharrueshëm. Aktualisht, ai është pjesë e serialit Qyteti i Largët, ku luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e historisë. Personazhi i tij përfshihet në konflikte të forta dhe situata dramatike, duke e bërë një nga figurat më interesante të serialit. Sahra Shash është një aktore turke e re dhe shumë e talentuar, e cila ka nisur karrierën e saj në një moshë të re me role dytësore në seriale televizive. Ajo është bërë e njohur për publikun me pjesëmarrje në disa seriale të rëndësishme, ku ka interpretuar personazhe emocional dhe me histori të forta. Dal nga dal, ajo ka arritur të fitojë më shumë vëmendje edhe në role më të mëdha. Sahra njihet për natyrshmërinë në aktrim dhe aftësinë për të përcjellë emocione të thella. Ajo përfaqëson brezin e ri të aktorëve që po rriten shpejt në industrinë turke. Aktualisht, ajo është pjesë e serialit Qyteti i Largët, ku luan një rol të rëndësishëm dhe emocional. Personazhi i saj është i përfshirë në histori dramatike dhe marrëdhënie të ndërlikuara, duke e bërë shumë interesant për publikun. Atkan Oskaya. Ai ka nisur karrierën e tij në ekran që në vitin 2014 me role të vogla në seriale të ndryshme televizive, duke ndërtuar gradualisht emrin e tij në industrinë e aktrimit. Atkan fitoi përvojë dhe vëmendje në role të ndryshme gjatë viteve. Betejë e nderit në rol të vogël si Kurkut, Hiç, ku interpretoi Kan, një rol që i dha shumë ekspozim, dhe tek seriali Për familjen time, që është transmetuar dikur më parë në televizionin Klan, me rolin e Sarp Yilmaz, që e bëri shumë të njohur tek publiku e fansat e serialeve turke. Aktualisht, Atakan vazhdon të luajë Kaja Albora në serialin Qyteti i Largët. Ky rol tregon qartë evolucionin e tij si aktor, nga role të vogla deri te personazhe kryesore me ndikim të madh tek publiku. Alper Çankaya, para se të vazhdonte në televizion, ai mori pjesë në shumë shfaqje teatrore dhe zhvilloi aftësinë e tij si aktor. Para se të bëhej i njohur gjerësisht, Alper ka luajtur në disa projekte televizive dhe filma të ndryshëm, duke treguar gamë të gjerë si aktor. Është shfaqur në seriale si Çukur, Yargi, Aile dhe Gadar. Roli që e bëri shumë të njohur për publikun turk dhe ndërkombëtar është Shahin Albora. Në këtë serial ai portretizon një nga djemtë e familjes Albora. Shahin ka arritur interes mes fansave për shkak të vendimeve të tij dramatike dhe marrëdhënieve me personazhet e tjerë. Aktoria Dilin Doger ka nisur karrierën e saj në vitin 2021 me rolin e Afife. Ky ishte hapi i saj i parë në botën e aktrimit. Pas kësaj, ajo mori pjesë edhe në projekte të tjera televizive dhe filmike ku tregoi talentin e saj si aktore. Dilin është shfaqur në disa seriale dhe projekte të ndryshme para se të arrinte famë të madhe. Suksesi i madh erdhi në serialin Qyteti i Largët me rolin e Zerrin Albora, një nga personazhet qendror të serialit. Zerrin është vajza e familjes me histori të ndërlikuar emocionale dhe marrëdhënie dramatike me personazhet e tjerë, që e bën rolin shumë të dashur nga publiku. Për momentin, Dilin vazhdon të interpretojë Zerrin Alborën. Në qoftë se dëshironi, mund të lini komentet tuaja, cili personazh ju ka lënë më shumë përshtypje, cili aktor ju duket më i jashtëzakonshëm,